Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar bashkëqytetarë në vend dhe në diasporë. Sot qëndroj para jush me një zotim të qartë, t'i shërbej Kosovës me nder, profesionalizëm dhe një vizion të ri zhvillimi. Unë jam Alban Hoti, i rritur me sakrifica, i formsuar nga përvoja e mërgjimit dhe i fuqizuar nga modësit që më dha Amerika. U ktheva në Kosovë jo për privilegje, po për të dhënë kontributin tim, sepse zemra gjithmonë kthehet tek rënjët. Kosova sot ka nevojë për një energji të re, për qasje të re dhe për një kulturë politike që i largohet përçarjes dhe i afrohet punës, dinjitetit dhe zhvillimit. Jam këtu për të hapur dyrë, jo për të mbyllur, për të sjellë investime reale, jo premtime boshe, për ta bërë Kosovën vend mundësish, jo vend mergimi. Përvoja ime në SBA më ka dhënë rrjetet e fuqishme investorësh që shohin potencialin e Kosovës. Ata janë gati të investojnë nëse ne krijojmë stabilitet dhe qeverisje profesionale. Fushata jonë do të jetë ndryshe, e thjeshtë, e matur, e orientuar nga puna dhe respekti për qytetarin. Kosova meriton më shumë, meriton qeverisje të mençur dhe të drejtë. Sot, me numrin 113, fillojmë një rrugëtim të ri, një Kosovë me shpresë, me mundësi dhe në besim tek vetja. Ju ftoj ta ndërtojmë bashkë një të ardhme më të fortë, më të sigurt dhe më dinjitoze. 113 për Kosovën që e duam dhe që ndërtojmë bashkë. Faleminderit. Zoti e bekoft Kosovën dhe të gjithë shqiptarët.